nalet për pikë qefit. Unë e vetë jom inxhinier. Po. Sa do pak e di punën aty se një muj ditë kum bo praktik. Do më onë mas lufte kur kum diplomu, aty kum qenë. Po. Vedje sidomos, kuj ti teket. Zotri, kur thua ti pas ke qenë në brenda, kur thua për pikë qefit, çfarë kupton domethënë? Ata shkojnë e shtypin diçka aty edhe kaq? Apo ka mungesë duan të kursejnë? Po vjen pyetje që shembull Xhaferi është inxhinier i ndrimit. Po. Edhe pse Xhaferi pishkon puna marr, për minati shkon dikush ato mjafton vetëm një pull me prek. Edhe bjen sistemi për një herë. Domethënë është edhe kjo gjë mendon që ndodh? O, kjo është mase e sigurt, 100%. Por i nat të tjerëve, ndërkohë që ne nuk kemi rrymë më pas. Po nëse, dëgjom, nëse radio televizioni 21 e jap një deklarat tamam qysh është, televizionet tjera shkojnë edhe e lakujnë, me një presje, me një pik, edhe ndryshon ato krejt përmbajtja çka po bëhet. E njëjta gjë është atje. Punëtorët janë të punu, mu mdhimen ata punëtorë, në çfarë qysh punojnë. Qore, minus 19 u konë pramë. Po, ka qenë ftohtë, e vërtet. Këtë ata në për eskavator, e kanë ftoft, kërkush nuk e ka dëshirën, po janë do, ka pak do qësif. Nuk pika që nuk dëshirojnë me shku puna marë, o zotni. Këta me ndonë kush janë punëtorët aty, apo janë ata drejtuesit e punëtorëve që bëkën këto? Ka dalë një punëtor i kekut në rjetët Facebook ato, ka dalë pa ftyrë, me siguri ju e gjeni, ka dalë pa ftyrë ato dhe ka thonë se nga një herë na detyrojnë që qëllimisht me ndalë bllokun. E keni po në për rjetët Facebookut aty, me siguri. One ju uroj shëndet aty në punëtorë dhe krejt veç ka janë në këtë. Zotri, këtë shemull që ma bërë tina është në të momente nga i nati unë me ndalë mikrofonin me rritës. Kështu ishte shemulli. Po, për minati, po, mund është me abo, a? Është e kollajshme kjo punë. Po, për mua tani është e kollajshme, por nuk ja bëj kur me rritës. Bëje. Po, ju jeni kolegë që so, edhe duhet me shku puna marë breket shqiptar jem, shëqër zotit breket jem shqiptar, duhet mu mundu, nëse ka munges punëtorëve, ose diçka unë jam i gatë që me shku mjëndin mu. Po, sepse ishe inxhinier, a ke pasur ndonjë ftesë për të punuar aty për shembull, do doje të punoje aty në këto... Nuk um lanë, zotni, nuk um lanë. E pse? Sepse ti nuk kishe nga ta që i bëshe këto inatet me shtypje, e? Ti shakome në studio ato këtë ju kësha të regu për ata ish drejtorat, ata Bazhar Buzukat se kanë qenë. Kështu me një fjallë piquj. Përderisa ata nuk i kemi, do me thënë, këtu nuk është ndeshta korrekt. Kështë të qënë aty, e qartë. Në muaj, edhe ishte inxhinier, edhe vetëm kështë pa këto gjëra që tha. Po, të qartë e kam, por të mos gjykojmë. Shëqër që ata kanë shku me librezat kuqe që kanë qenë, ata shëqër zotit janë shku, janë orë generata treja, krejt e din atë sistem. Bidje Kosovën B e kanë riparu PAS deri në zhë, veç kush mundet me, adin, prej qefit me po diqka, ndodhë ka njëherë në rjedhje në Kazan, apo kuptoni? Ndodhë, unë jam inxhinier i Lamis. Dhe çfarë tha zotria, sepse unë isha duke u marrë me një mysafir tjetër, ku po qëndron problemi. Po tash po më intereson si po e shpjegon situatën aktuale. Sot i teket dikujt nga inatit e tjerë vetëm shkon në shtyp një buton aty dhe ndalon. Domethënë po me besu në këtë pjesë, diçka e pakapshme po më duket. Domethënë këtë version na dëgjom, pacient aty ju nuk besoni. Po punëson edhe na dhe po vim nga afër për përcjelljen. Po na mbetën tjetër. Nuk ju tregojnë cila është ajo pulla që është ka këtë në ndalje. E mësojmë? Si gazetarës ju tregojnë. Çka din gazetar, çka din. Unë kisha izoluar pullën mas me preka askush. Faleminderit shumë, të përshëndes. Unë edhe njëherë juve ju përshëndes e këtë punëtorëve të kje ku që janë atje të senxhillje, të prodhimje, prej rojës. Ju uroj shëndet. E kam edhe një kërkesë, po thirrje ata punëtorë dhe thuj që aty të qaj ndërprerësi ndezeni nëse veçantë është puna. Se dhe ty si inxhinier të kishin lënë sot 1 orë para gazetare nderuar. Ndëgjom, na shqiptar, ndëgjom, unë vjen shumë keq nuk ish ditë gjithë me një thes, po ndryshe flasëm, ndryshe veprojmë. E kuptoni këto kur mos. Faleminderit shumë.
Të Ju përshëndes, Mirupafshim. se jeni tu e diskutu një temë shumë të rëndësishme. Ju përshëndes. Kur gjuna po e diskutojmë, po kur thojnë qili guri gojën, s'po kena kuna mi thonë. Jo, na pezyrëm s'munëm kur gjë me bo, kaloni mirë. Mundemi. Nuk është bashkë edhe që s'mundemi, vetëm duhem e qenë si qytetar pak më të vetëdijshëm, më të ndërgjegjshëm dhe me kërku përgjegjësi për diçka që të takon. Po besoj që nuk jemi të organizuar mjaftueshëm si duhet. Zotriu është për të vënë duart në